Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur ngjarjet më të fundit nga artistët shqiptar. Dhe pikërisht në këtë video do të ndaloj tek Fifi. Fifi, një artiste mrekullueshme, një nën fantastike, një grua fantastike, do me thënë ka treguar vetet në të gjitha dimensionet e saj. Fifi sonte do të publikoj pas një periudhe të gjatë, pasi që nuk ka publikuar goxha kohë këngë, do të publikoj këngën Mi Mome. Një këngë që në fakt ka marrë popularitet shumë të madh, ka marrë vëmendje shumë të madhe, ka marrë shikueshmëri shumë të madhe, u komentua tepër, u komentua si një dis, po nuk ishte të bëj fare me disin, sepse Fifi këtë këngën e ka kushtuar për të gjithë shqiptarët, por unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them që artistët e mëdhej me patjetër që bazohen në një histori. Kënga Mi Mome vjen në një standard pune shumë interesant. Në fakt, në të gjitha klipe që po bëhen, në të gjitha këngët që po bëhen, më kishte munguar ky videoklipi. Më kishte munguar kjo zonja, kjo dama e veshur me një pellush të bukur, e veshur me një kapuç në kokë, do me thënë një damë e vërtet, teksa po hyn në një hotel, e shoqëruar nga bodyguardët, më kanë munguar këto klipe. Janë klipe që më herët kanë qenë pak më aktive, por ndoshta këto rrymat e reja, këto stilet e reja dhe sikur e larguan atë ëmbëlsinë e hiteve të mëpërparshme. Dhe Fifi, siç po shoh, është kthyer me shumë kënaqësi, është kthyer me shumë ëmbëlsi. Vetëm nga Coming Soon-i që kam parë, duket që është një projekt goxha i suksesshëm. Nuk e garantoj, me thënë të drejtën, që brenda 24 orësh do të jetë 1 milion. Mbani mend këtë që po them. Ashtu e thash edhe për Eglin, ashtu ndodhi, brenda 24 orësh Egli Tako arriti të merë 1 milion dhe sot po festoj 1 milionin e tyre. Dhe kjo është fal punës së Fifit edhe pse nuk e vlerësonit, por artistët e vërtet krijojnë histori për të bërë gjërat, për të bërë klikimet 1 milion, nuk janë mësuar me gjonat bleme. Dhe kështu që te Fifi, do me thënë sonte do të shohim një mix kombinimi të një artistes mes një damës, një gruas të fuqishme, një personazhit interesant, do me thënë, është një klip që është shumë i thellë. Është tepër klip i thellë. Ashtu siç kemi analizuar që Fifi tha që unë Eglin do ta sjell në skenë si një diva, si një artiste, jo si një influencere, dallon shumë kjo, dhe i lumt, se fundja fundit ne kemi nevojë për artist, jo për influencer. Tani, në klipin e saj, me patjetër që Fifi do të vi mega artiste. Me patjetër, sepse Fifi nuk e ka lënë vete në herë bosh, nuk e ka lënë vete në herë poshtë. Do të thënë, secili projekt i Fifi që ka ardhur në skenë, ka patur gjithmonë një mesazh të fuqishëm dhe ka qenë afatgjatë. Kjo ka shumë rëndësi, sepse hit nuk quhet një këngë e cila publikohet në sezonin veror dhe mbaron aty. Hit quhet një këngë e cila publikohet sot dhe mbetet për vite me radhë, ashtu siç edhe sot në këtë ditë ne me shumë kënaqësi dhe nostalgji dëgjojmë këngën Diell, e cila u kompozua, le të themi, nga Fifi brenda shtëpisë së Big Brotherit, por pati një pushtim të zemrave të shqiptarëve, edhe pse nuk kishte një videoklip, edhe pse nuk kishte një punë, le të themi, artistike, ishte një këngë që doli nga zëri i Fifit në Big Brother dhe kjo është fal punës së Florit. Por mbi të gjitha, do të thënë, ajo është hit që nuk harohet edhe sot e kësaj dite ne kur e dëgjojmë Diellin, na kthen në nostalgji, na kthen në mendime dhe vazhdojmë të gjejmë veten aty. Dhe unë për këtë pjesën e vlerësoj Fifin dhe unë e quaj artiste. Se jo çdo kënd ne mund ta quajmë artist, jo çdo kujt ne mund t'i themi artist. Tani mund të ketë këngëtar respekt për të gjithë, por mund të ketë këngëtar që mund të bën 700 këngë edhe mund të ketë miliona klikime pafund, po shpirt artistik nuk mund të ketë. Ndërsa Fifi është një mix mes shpirtit artistik, mes një horizontit dhe një dimensionit të gjerë që vetëm një artiste si Fifi e ka këtë, dhe kjo është dhuratë nga Zoti. Sa do inat mund ta kemi, sa do inat mund të shprehim, është dhuratë nga Zoti dhe fundja fundit një fjalë thotë kështu, kur ta jep ai lart, to tjerët poshtë, veç like munden me bë. Dhe thjesht faktit ky është realiteti i një artistit. Unë mendoj që kënga Mi Mome do të jetë një këngë që do të mban
brenda një mesazh, nuk ka shanca këngët e Fifit të jenë pa mesazhe, unë e njoh artin e saj, nuk është sot në sken dhe e di që do të pritet me shumë kureshtje se në fund të ditës ka një ritëm të bukur, ka një këndim të bukur, ka një ëmbëlsi vokalistike, ka një tekst lezetshëm dhe me patjetër që të na bëj ta dëgjojmë në makinë, ta dëgjojmë para se të flejmë, ta dëgjojmë në diskotek, ta dëgjojmë në një klub, domethënë është këngë shumë dimensionale që pse jo të lëshohet edhe në për ditën tuaj të martesës, është interesante, domethënë si këngë. E shikoj që ka mikse të përziera brenda. E kam thënë, vazhdoj ta them, Fifi është shumë e thellë, ndoshta vetëm njerëzit e afërt të saj munden ta kuptojnë fiks atë se çfarë ajo ka thënë, ndërsa të tjerët gjithmonë mbesin në një enigmë që këngët e Fifit fatmirësisht komentohen me vite të tëra dhe akoma nuk po gjehet zanafilla se çfarë ka dashur autori të thotë në këtë këngën. Fifi zemër, ne të presim me të gjithë kënaqësinë sot, në orat 18 gjithë jemi të fokusuar tek embriot për të parë se çfarë do të na sjellësh.